Shyhrit e Behluli dhe Enxhi shijojnë pushimet në Itali. Shyhrit e Behluli dhe Enxhellushe Salihu, përveç se janë kolege në punë, ato përcjellin një shembull të mirë si nën dhe bi. Pas një periudhe të ngarkuar me koncerte të ndryshme, artistet kanë gjetur kohë për pushime. Këtë herë, Italinë kanë zgjedhur si destinacionin e duhur për t'i kaluar disa momente qetësie, përkatësisht Venecian. Këtë e ka treguar Enxhellusha përmes disa imazheve të shkrepura nga ai vend. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.